Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Pasion Kushine. Sot në shtëpinë tonë mban arome mirë, sepse po përgatis drekën e preferuar të nipit tim Reo. Janë kofsh pule në furrë. Është një recetë sa ekonomike, aq edhe e pasur në shije, ku mishi deli butë si gjalpi dhe plot lëng. Hajde ta bëjmë së bashku. Kam përgati kofshët e pulës, ndërsa në tas do shtojmë përbërësit e marinimit. Shtuam 2 lugë të gjellës me salcë tomateje, 2 lugë të gjellës me kos, 1 lugë kafeje me krip, po e njëjta lugë me rigon, edhe pak piper të zi. I përziej mirë dhe me pastën e përgatitur do lyejmë kofshët e pulës. Mund t'i lini kofshët e plota, por edhe mund t'i ndani në 2 pjesë, kështu sikur se veprova unë. Po të njëjtin marinim mund t'a përgatisni edhe në një pulë. Pulën komplet mund t'a marinoni me këtë përbërje. E lyejmë mishin nga njëra anë dhe më pas e kthejmë nga ana tjetër. E kthejmë nga ana tjetër, i bëjmë edhe nga kjo anë lyerje. Kofshët e pulës janë të yndyrshme, ndaj nuk ka nevojë për shumë vaj. Natyrisht që do t'i shtoj edhe vaj ulliri, por pak, jo shumë. E shtuam të gjithë pastën e marinimit. I bëjmë një pastrim të lehtë anëve të tepsisë me qëllim që kur të piqen mos të ndotet shumë tava. Duket dhe estetikisht më bukur. Shtojmë vajin e ullirit. Dhe në fund fare unë do t'i shtoj 1 filxhan kafeje me verë të kuqe. Shumë pak verë sipër, që mos të lahet marinimi, dhe pjesën tjetër e derdhim në tavë. Direkt në furrë për 30-40 minuta. Gjatë kohës që mishin unë e kam pjekur, e kam lagur er pas here me lëngjet që krijohen. Lëngun që krijohet nga mishi mund ta përdorni duke e ngjyrë bukën dhe me mishin, por mund të përgatisni edhe në një pilaf, mund të skuqni patate dhe t'ia shtoni këtë lëngun sipër. Kjo varet nga ju. Shikojeni vetë rezultatin. Mishi ndahet vetë me pirun, është plot aromë dhe lëng, një recetë e thjeshtë, është ekonomike, që i gëzon të gjithë rreth tavolinës nga më të vegjëlit e deri më të rriturit. Nëse ju pëlqeu kjo mënyrë marinimi, mos harroni të lini një koment se si e përgatisni ju në shtëpinë tuaj mishin e pulës. Ju bëf të mirë nëse e përgatisni sigurisht nga Pasion Kushine. Ju falenderoj që më ndiqni.